Siç tregohet edhe në këto filmime, individ të papërgjegjshëm u kanë vënë zjarrin gomave të hedhura prej shumë viteve stok brigjeve të Kirit në fshatin Bardhaj. Brenda pak minutash, tymi i zi u përhap në zonë, fal edhe erës që frynte pa pushim. Faktikisht, të llungat e tymit në fillim ishin të tilla sa dalloheshin që nga qendra e qytetit të Shkodrës, duke krijuar përshtypjen se po digjej ndonjë kompleks ndërtimesh, por fatmirësisht nuk ishte ashtu. Ishin goma stoqe në flak, por gjithsesi edhe ky është një veprim i papranueshëm dhe i dënueshëm, pasi tymi i tyre ndot ajrin dhe krijon një gjendje të rëndë për njerëzit. Faktikisht nuk vënoi dhe zjarrfiksja mbërritje e njoftuar nga banorët, e cila ndërhyri për shuarjen e flakëve. Problemi shtrohet që raste të tilla të parandalohen në radhë të parë, duke mos lejuar hedhjen e gomave të përdorura në vende të tilla, pasi ato administrohen nga biznese të licencuara për këtë qëllim. Në radhë të dytë, kudo mund të kenë mbetur stoqe me goma, është e nevojshme të ndërhyet sa më parë për transportin e tyre në mënyrë të organizuar dhe dërgimin në pikat e grumbullimit. Dhe në radhë të tretë, kërkohet të forcohet kontrolli për të mos toleruar asnjë rast të hedhjes së gomave jashtë pikave të licencuara për administrimin e tyre.